Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së dashit. Do bëjmë leximin e juaj të radhës. Si letër të parë, apo çfarë po ndodh aktualisht të dashur, deshër që tregon investimet e juaja, farat keni mbjellë të them ashtu, për një projekt, marrëdhënie apo një plan afatgjat të dashur deshër, dhe jeni tani në një periudhë pritje. Do thotë të gjithë ato çfarë keni bërë, jeni duke pritur të shikoni çfarë do ndodh. Jeni të lodhur absolutisht, sepse rezultatet ende nuk po duken aq shpejt sa të dëshironit. Dhe kjo letër ju thotë çfarë duhet të bëni, më tutje, mos e braktis këtë proces, do të quaj ashtu. Ky është një moment reflektimi, jo dorëzimi. Rishiko çfarë ka funksionuar dhe çfarë jo. Jepi vetes leje për të ndalur, analizuar dhe jo për të ndaluar përfundimisht, nga që ato që keni mbjellë, ato do t'i korni së shpejti, nuk është koha për të dorëzuar tani. 6 të kupës të dashur deshër, është duke ndikuar e gjithë e kaluara në jetën e juaj të përditshme, kujtime nostalgjike, një marrëdhënie vjetër ose një mënyrë vjetër jetese. Mund të ketë apo të ndjeni një lloj dëshire për të rikthyer që diçka në diçka që dikur ndihej pak më e sigurt, të thosha. Por mos harroni të dashur që s'duhet të idealizoni gjërat që s'janë më. Nëse dikush apo diçka nga e kaluar rikthehet, duhet të pyesni veten, a është kjo përputhje apo a është ajo e duhur që dua tani? Mos I jepni përparësi rehatisë emocionale, se këtu tani për tani është mirë, por duhet të shikoni më afatgjat apo më largët. Energjia që është duke ardhur, është duke ndikuar, paksa të lodhur, duke pritur, nga që nuk po shikoni asgjë, një ndërkohë dikush apo diçka e kaluar dëshiron të kthehet në jetën e juaj, por nuk premton shumë, ta them kështu, dhe prandaj duhet të keni kujdes çfarë do ndërmerrni. Dhe kjo energji është kogja e fortë, impulsive, dhe ndoshta personi po kërkon një përgjigje të shpejtë apo situata që duhet të përgjigjeni shpejtë. Dhe kjo energji thot sikur s'mendon gjatë, por vepron shpejt. Mos merrni vendime të nxituara, bëj një hap mbrapa të dashur deshër, para se të reagoni apo para se të vendosni apo para se të përgjigjeni. Nëse keni ndonjë presion për të vepruar apo për të ndërmarrë ndonjë vendim, mos harroni që qetësia është forcë, vepro me qartësi dhe jo me panik. 4 të shkopive, mundësitë për sukses janë aty, si një marrëdhënie e stabilizuar apo një shtëpi e re, bashkëpunim I suksesshëm ose një event I rëndësishëm familjar që në fakt jep siguri. 4 të shkopive unë I quaj 4 shtyllat e themeleve të forta të diçkaje që mund të rifilloj. Pra, kjo tregon që duhet I gozoheni momentet e para, apo ato që I keni përpara dhe t'i mirë prisni, mos I nënvlerëso fitoret e vogla, pavarësisht se ato të mëdha jetë duke e pritur, por që do marrë dhe pak kohë derisa të vijë ajo. Ky është një sinjal për të ndërtuar apo që ke ndërtuar dhe për të forcuar lidhjet që funksionojnë. Do thot, ato që kemi tani t'i gëzojmë dhe t'i shijojmë derisa të vijë ajo çfarë kemi ndërtuar apo punuar kundrejt saj. Asi I shpatës të dashur është një shkëndijë e vërtetës, vendim kyç, më falni, një e vërtetë do zbulohet, diçka do qartësohet, mund të jetë një vendim I prerë, një bisedë shumë e qartë apo një mendim që e pret me një farë mënyrë këtë mjergullën. Çfarë duhet të bëni ju? Flimbi të vërtetën, si quhet, mos e zbukuro gjendjen, jep emër ndjenjave të tua. Komunikimi I ndershëm është arma jote më e fuqishme tani. Të dashur deshër, unë shikoj se këtu ka dikush që
jo të gjithë absolutisht mund të jetë situatë, por mund të jetë dhe person që dëshiron të kthehet nga e kaluara. Unë do doja që t'ju thosha që të keni shumë kujdes para se të vendosni, nga që keni bërë një rrugë të gjatë për të arritur deri këtu ku jeni sot, dhe me një farë mënyre do ta prishnit tani. Reflekto mirë dhe thellë, nga që nuk shikoj që mund të jetë diçka afatgjata ajo çfarë dëshiron të kthehet në jetën e juaj, apo një mënyrë e vjetër e jetesës së juaj, cila do qoftë. Jeni në rrugën e dur për të arritur rezultate të mira, shijoni ato çfarë janë sot, pa e rikthyer asgjë nga e kaluara. Rezultatet e mundshme të afatgjate jashtë 10 monedhës që tregon vërtet një gjë potencial, por durim dhe ai stabilitet i madh do i vi. Tani ky është ndërtimi i një trashëgimie, jo vetëm për kuptimin financiar, por në jetën që po ndërton. Siç thash, janë 4 të shkopive, 10 të monedhës, stabiliteti është aty, më shumë se ç'keni pritur. Mendo për të ardhmen që je duke krijuar, të dashur Desher. Zgjedhjet e sotme vendosin themelet për 10 vitet e ardhshme. Merr përgjegjësi me zemër të hapur dhe, si themi ne, të hahet fasulja nga një kokër, do thot të analizoni mirë dhe të shikoni gjërat. Nëse një situatë nga e kaluara, pavarësisht se jeni duke bërë, ta them, namin me këtë, duke ecur drejt, edhe pse nuk po duken rezultatet, do vinë së shpejti, mos riktheni diçka nga e kaluara, qoftë person apo situatë, nga që do stagnoni kogja dhe do bëni hapa pas.